الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقي والاعتماد إلا على الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. I gjithë falëndrimi I takon vetëm Allahut Azza wa Jall. Vetëm Allahun e falëndrojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Salate dhe selame të përzemërta mbi Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam qojmë, mbi atë, mbi familjen e tij të pastërt, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë vetëm rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dyshim se fjala më e bukur është fjala e Allahut Azza wa Jall, edhe udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe çdo risi, çdo bidat në fe është e urrëtur tek Allahu, dhe çdo bidat dhe risi të çon në humbje dhe çdo humbje të shpije në zjarr të xhehenemit. Allahu na ruaj prej tina. I nderuari dhe shumë I respektuari xhamat. Vazhdojmë me hadithet kudsi për të cilët jemi duke u munduar me I spjeguan një nga një. Deri tash hadithet që I kena pas kanë pas të bëjnë me vlerën e pastrimit akides ndaj Allahut Azza wa Jall. Pra këto hadithet deri tash kemi pasën se qysh me u kon një dashuri, një besim mes teje dhe Zotit. Tash I kemi hadithet e radhës, të cilët kanë të bëjnë mes teje dhe krijesave. Kur të filtrohet besimi mes teje dhe Allahut, tani duhet të I kishe raportet mes teje dhe njerëzve. Saqë Allahu Azza wa Jall e bëni këtë obligative. Tha në Kur'an: "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum." Krejt muslimanët duhen të jenë vëllezër edhe shkoni mirë mes vete. Pra, e para me I rregullu raportet mes teje dhe Zotit, e dyta mes teje dhe krijesave. Sepse vëlla e kije. Ngone hadithin e radhës kudsi I cili thot, ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e transmetuar nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, thot se Allahu Azza wa Jall ka thonë, Allahu thot: "Inna Allaha yaqulu yawm al-qiyamah." Allahu Azza wa Jall do të thot në ditën e kiametit: "Ejnë al-mutahabbuna bi jalali. El-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli." Ku janë? Allah do të thret me Zotë të tij që atina I takon. Do të thret ku janë ata të cilët janë dashur për hirtimen. Këta njerëz që të I hijezoj në hijen time, shka në atë ditë nuk ka hije vetëm se hija e Allahut Azza wa Jall. Pra Allah thret ditën e kiametit. Ku janë ato shka e ndosh për Allah? Jo me interes. A ju kujtohet kur e kam shpjeguar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I cili thonte: "Sab'atun yudhilluhumullahu fi yawmin la dhilla illa dhillu." 7 lloj njerëzve janë që Allahu do të hijezon në hijen e vet, që në atë ditë nuk ka hije përveç se hijes së Allahut. Njëri prej 7-ve është cile? Një dy njerëz të cilët janë dashur vetëm për Allah. Jo për interesat e kësaj dunjaje.
Jo për diçka tjetër, vetëm riza lillah. A ju kujtohet hadithi i transmetuar te Imam Muslimi ku thonte se një njeri i cili kishte shku me vizitu një vëllai vetin vetëm riza lillah. E kishte dashur. Allahu ja çon një melajke në formën e njeriut. Edhe i del melajka i thot, ku po shkon o robi Zotit? Thot, po shkoj filan vendin ta vizitoj një vëlla timin. Mos ke thot rastisht ndonjë interes prej tina. O vallahi thot, s'kam kurfar interesi prej tina, vetëm jam duke shku me e vizitu për hir të Allahut. Ama kis me di qa me lajke. Edhe me lajke ja kthej duke i thonë, unë thot jam thot i dërgumi i Zotit të ti. Pra një me lajke Allahut të ti. Allahu po të qënë selam. Edhe Allahu po të dënë. Su kur qysh për e donë ti vllaun tënd atje. Ka pra vlera, kur ti kishe raportet mirë pikëspari me Allahun, tani qështu duhet të i kemi raportet mes vete. Pse? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, "Mathalul mu'minina fi tawadduhum wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu udhun tada alayhi sa'irul jasadi bis-sahri wal huma." Shembulli i besimtarëve në dashnin, në respektin, në ofrimin, në rahmetin, në mëshirën mes vete, është sikurse një trup. Nëse trupi thot një gjymtyr i dhem, këtë trupi ndin vetë me temperaturë edhe me çrregullim. Pra gishti i komës me dhimt, këtë trupi dhimtën e ndin. Një gjymtyr e trupit. Pra shembulli i besimtarëve është nëse një vëlla tëndin e ke të shqetësuar atje, duhesh të i ndihmosh vëllaut tënd. Nëse ati ka ndodhur një sprov, duhesh të i ndihmosh vëllaut tënd atje. Ati ka vdek baba, i ka vdek nona, i ka ndodhur një sprov, një diçka, duhesh shkosh te vllau jot atje. Pse? Se e ke vëlla fi sebilillah. Ama vëlla për hir të Allahut, jo vëlla pse nëse është pozit e kam vëlla, nëse nuk ka pozit, hajt se s'ka gali se smirët vesh a kesh unë as kesh. Jo, kjo nuk kam vllazëllëk. Interesi nuk kam vllazëllëk, se në momenti kur kryet interesi prishet vllazënia. Plesht jo rastisht ka thonë, sa të kishe pula dhe qurona, kije miq edhe jarona. Nëse s'kije pula dhe qurona, të largohen miq edhe jarona. Jo, bashkë kur tjetë zërë vllavi jot, që atëherë ti me shku me ndihmuan. Pse? Se kështu në ka urnu këtë din që ndash me ukonën në hijen e Allahut, në ditën e kiametit, shka nuk ka hije tjetër vetëm se hija cina. Pra vllaut tanë duhesh t'ja mbrosh interesin e kështu me radhë. Sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte një herë me një shok të vetin, edhe po i thot atij shokut vet, a do tha xhenetin? E tuhibbul janna? A do xhenetin? Ki ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po ja Rasulullah, çish se do xhenetin? Pejgamberi po thot, fa ehib li akhike ma tuhibbu li nafsik. Duje për vllaun tënd atë çka e do për veten. Duje për vllaun tënd, nëse vetë je mirë, thuj vllaut tënd inshallah ti më mirë se unë e bëhesh. E jo me pas hased, e me pas xhelozi, e me pasën qysh me mendune që ja bajnë një të keqe, që ja bajnë një shërë, apo që ja bajnë një këtë, apo që ja bajnë atë. Jo, por ti ndihmoj vllaut tënd, se ditët po kalojnë, dalja para Allahut është e shmangshme. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, hadithin e transmetuar nga Ibn Abbasi, men ahabba fillah, kush don diçka për Allah, wa abghada fillah, dhe e urren për Allah. Dashnia për Allah dhe urrejtja për Allah janë dy sende të cilët shkojnë paralel. Pra unë e du për Allah. Pse? Sepse është njëri fes Allahut. E do Allahun. Ama unë edhe urrej për Allahun. Qështu? Po, du është dikonin ta urrejsh për Allah. Unë e urrej për Allah. Pse? Ashtë zullumqar, ashtë dilingji, ashtë rakigji, ashtë kamatagji, ashtë njëri cili i banë vepër shka Allah se donë. As unë se du. Se urreje për Allah, i thua,
unë e urrej për shkak veprave tina shka i banë, se ato vepra si do Zoti, ma si Zoti si do situacione. La të të khidhu aduvi wa aduvakum awliya min dunillah. Allah i përdo në Kur'an, mos mirëni, mos zinni armikun tim dhe armikun e juaj për mik. Ai përderisa është armik i Allahut, çka lipti me pas miqësi me ta? Të na e kundërta për fat keq. Me zvete copa bohemi. Me atë çka ka pare ja limojmë shpinën. Me atë çka ka pushtet ja rrejmë shpinën. Me atë çka ka pasuri apo kujt diçka, para atina zgërdhimi edhe rrimi këm gojza rrim. A para një vlau tëndë i cili ban sesht e Allahut, s'ka pasuri, nuk ka pushtet, nuk ka atë, nuk e ka këtë, edhe dojmë çdo moment ta fundosmi edhe ma shumë. E tani mos, elhamdulillah, jo, ne dashnien e bojmë për Allah dhe ne urrejtjen e bojmë për Allah. Thjesht, krejt jeta e jonë, o vëllezër të nderuar, e tër jeta e jonë duhet tjetë për Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, o Muhammed, muslimanëve, thuaj jo. Namazi, kurbanet, jeta, vdekja, krejt të thjesht janë për Allah. Unë jetoj për Allah. Unë e du njonin për Allah. Unë e urrej dikonin për Allah. Unë du me vdek me riza lillah. E kështu me radhë. Pra kjo është jeta e besimtarit të cilën e ka cek Allah dhe pejgamberi. Vazhdon hadithi duke thonë, pra kush don për Allah dhe e urren për Allah, wa wala fillah dhe miqëson për Allah, wa ada fillah dhe armiqëson për Allah, fa innama tunalu wilayatullahi bidhalik. Thot kush i ban çto thot, ai e ka arritën miqësinë me Allahun azza wa jall. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. Kur nuk mundesh me arritën ëmbëlsirën e imanit përderisa nuk i ban çato shka i lartë përmendëm. Do të bash çato. Pra me dosh për Allah, me urrejt për Allah, me miqsu për Allah, me armiqsu për Allah. Këtë jetën tonë me bon vetëm riza lillah. Pse? Sepse kështu na ka mësuar neve kjo fe, edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë, "Awthaqu ural imani", grada më e lartë e imanit e besimit është el hubbu fillah, dashuria për Allah, wal bughdu fillah, dhe urrejtja për Allahun azza wa jall. Ajo kujtohet juve kur e kam shpjeguar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për me shiju imanin ëmbëlsirën e imanit janë 3 kushte. E para, me e dasht Allahun dhe pejgamberin më shumë se çdo send. E dyta çka është? Me e dasht një vëlla tondin vetëm riza lillah. Vetëm për hir të Allahut. Jo për interes. Se shkon ajo, pozita kalon, pasuria kalon, forca kalon, fama kalon, bukuria kalon, krejt kalojnë. Ajo shka është për Allah mbetet prej kësaj dyjoje në ahiret edhe gjinët a gjenë ditën shka nuk ka hije tjetër vetëm se hije e Allahut azza wa jall. Lusmi Allahun azza wa jall me emrat e tij të bukura dhe cilësitë e tij të larta që të na bën prej të sinqertëve të cilët duhemi për Allah. E urrejmë dikonin për Allah. Jetën tonë e bojmë për Allah. Edhe vdekja e jonë të jetë thjesht vetëm për Allah. Allahu na bën prej tyre inshallah. Me një iman të pastër të jetojmë. Me një iman besim të pastër të veprojmë. Kështu jetën ta kalojmë edhe kështu Allahun ta takojmë. Amin, amin, amin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu al-ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.